Përshëndetje shikues të një kafe me labit Summer. Sot jam me Adelinën edhe I kam disa pyetje, 6 pyetje, ma sakt për Adelinën. Kemi Adelina? Ka bëj edhe një foto. E të lbuk pas të njëna foto, pës ne. E të bëjna bësh. Hajde. E ta shtë mëna. Pyetja e parë, 6 vendet që ki qef mi pa. Që kom qef mi pa. S'kom qenë Bahamas, nuk kom qenë Maldivi, nuk kom qenë Bora Bora. Kisha shku në këto shtetet arabe, unë kom qenë Dubai, po okej, Dubai është diçka tjetër, kisha dasht këto shtetet arabe se janë disa, e kisha dasht ato mi vizitu. Qëto janë vendet që nështë kom kuriozitet, kom kureshtje ndaj tyre. 6 këngë të tua favorite. 6 këngë mi. Shive, nuk është pak, është e vështirë me vendos për këngë të mija, unë sigurisht që kam favor të këngëve, për nuk di ajo në 6. Një ndër prej këngët që unë e dua më shumë të është Mos më duaj sot, që është gjysmë balade që ka të bëjë me jetën time. Është edhe një balad tjetër që unë e dua shumë. Është ajo balada Nuk mundet një dashuri ta kthejmë në miqësi. Këto janë 2 këngë që unë I dua më shumë, të 6 nëse kisha me tonë do të ishte Ani, Sje I pari, Bad Boy, Narcizoi do ta kisha veçu se ka qenë kënga ime e parë. Nuk di sa u bonën 5 më duket. Edhe një. Ha, bonën si të ndosim. Okej. Bukur. Pyetja e radhës. 6 pjesë e trupit tënd që të pëlqejnë më shumë ti. Ha, 6 pjesë të trupit tënd. Jam një njeri që nuk jam kundra operacioneve, nuk jam kundra asaj që femna nuk duhet me bo ndonjë ndërmarrje kirurgjike në momentin nëse ka kompleks me vetveten. Unë vetja jam pëlqen kështu si jam edhe nuk kam komplekse as pak edhe jam e kënaqur se si dukem. Nëse kisha veçu diçka nga fytyra do të ishte sytë se ato më bojnë të veçantë, gjë që unë jam e vetëdijshme për ato. Edhe pse dhom nuk I kam drejta, unë I du shumë se edhe këto më bëjnë veçantë, bëj me qenë Adelinat. Kisha qenë, asnjë njeri nuk është perfekt. Më pëlqen, beli jem se di që gjithmonë kam problem me tesha, gjithë më vinë senet e mdaja aty. Senet tjera nuk po du me diskutu. Pyetja e radhës. Besoj që shta kanë qef me pa njerëzit, me ditë qa mendojnë që ka Adelina. 6 senet që ti ishe mas pari, ose I veçan Te I mashkull. Shefe, gjithmonë për me ranë kontakt me një mashkull, do të sigurisht me të pëlqyja I mashkull, fizionomia. Por nuk do me thonë gjithmonë fizionomia në momentin kur ulesh në tavolinë, nuk pëlqen karakteri dhe nuk ka sharma I për ty, nuk ka ligje aty, e kupton. Për mu do me thonë shumë të mdoje mu kjo që jam e mos të mdoje që jam Adelina, e kupton. Po gjithmonë e para është wow, bukuria, po momentin kur ulesh me dikon në tavolinë, nuk përvetëson më ajo, e kupton. E nuk isha mujt me dhënë diçka konkrete 6 sene sepse më ka ndodhur kom pas ndonjë djalë, ndonjë lidhje dhe te mashkulli tjetër më ka pëlqyer krejtësisht tjera senet e ky krejtësisht gjithkush është I veçantë mënyrën e vet edhe në aftësitë e veta si mundet më tregu para një femre. Nuk ka ligje aty. Po sigurisht më kish bë për vetë inteligjenca e tij nëse kish ditë me më përveçsu me sjelljen e tij. Po nuk do me thonë që gjithmonë ajo dheze, kupton, nëse nuk din ti me shfaq ato. Kështu që nuk di çka të them diçka konkrete. Sigurisht do të ishte inteligjenca e tij, do të ishte ajo siguria e tij, sinqeriteti. Në momentin e parë që shoh që më rran, a them goodbye. Okej, po më pëlqen shumë. Pyetja e radhës është ka është veç kry, po mdoket, po më me gjetë diçka tjetër se pyetja o konë këngë shqiptare që të pëlqen ty mas shumë ti 6 për tyne, po ti I the 6 që veç janë shqiptare. Kështu që e bojmë jo këngë shqiptare, po e bojmë këngëtare. Shqiptare.
Tash është pak problem sepse I kam gjithë kolegë dhe kolegja. Edhe kam respekt për krejt se bojnë një farë mënyre bojnë punën e vetë si duhet. Unë kisha përmend emra, ndoshta jo këto modern, kisha përmend ato që janë themeluset muzikës, ndoshta Vaçe Zela, kisha përmend Nëçmije Pagarushën, sepse është gjuna mos mi përmend. Kisha përmend në një farë mënyrë edhe Adelina Ismailin, sepse është femra e parë që ka pas guxim me dalë në atë farë forme. Këto për mu janë femra cilat kanë ambicje dhe në kohë të vështira kanë bo sukses. Sot nuk është e lehtë me bo suksesin, është e vështirë me mbajt suksesin. Kështu që këto janë femra që unë kisha veçu. Mos përmendit tash me hy ma fell, Shpresa Gashi, nuk kisha dash me hy me I diskutu ma shumë, po janë femra që më kanë lënë bresa se në kohët më të vështira kanë bo sukses. Kështu që sot thash nuk është e vështirë me bo suksesin, sa është e vështirë me mbajt. Edhe pyetja e radhës. 6 personat e tu favorit prej krive? Sigurisht që mas pari do t'ishte familja ime, sepse pa ato do t'isha kur këtu ku jam, se kam mbështetje në tyre. Babi im është idoli im, njerëzit që më njohin e dinë, kam idol se është njeri shumë I zgjuar dhe është shumë I suksesshëm, kështu që unë kisha dash t'jem ai dhe ai është numër 1 në krejt të 6, ai mundet me qenë veç një. Nëse kisha përfshi tjetër do t'ishte familja jam, do t'ishte shoqëria që më ka përkrah gjithmonë, shoqëria që jam rrit. Do t'ishin mandej bashkëpunëtorët e mi, do t'ishte publiku im që ka mundësu t'jem këtu ku jam, edhe në fund pela televizionin e stenje. Dhe shikues të nderuar, këto ishin 6 pyetjet për Adelinën. Shpresoj që janë konë pyetjet të cilat publiku ka pas qejf me I ditë. Faleminderit ty për këto pyetje, kanë qenë pyetje ndoshta pak më ndryshe për intervistave tjera që I kam bo. Ishte përvojë shumë e mirë me ty edhe unë si Adelin po ta jap kështu si një diplomë për ishte kënaqësi kjo që e patëm në dy. Faleminderit Labit që na mundsoi këta, faleminderit 21-shit, faleminderit edhe ty shumë.